Për qytetin e Vlorës, skuadrën, klubin dhe përveç Sinan Idrizin ishin 5 vite mundim, vështirësi këto që u kaluan tashmë dhe Diela solli lehtësimin, ringjalli ëndrrën dhe shpresën, pikërisht në një ditë të shenjtë si ajo e Pashkëve. Është arritje e qëllimit që kërkojmë gjithë prej 5 vjetëve, që janë kaluar gjatë mundimesh. Tentuam disa herë t'i afroheshim Superligës, dështuam, më ka thënë gjithmonë që dështimi ka qenë imi personalisht, s'ka lidhje me lojtarët e flamurtarit, me stafet e flamurtarit. Tashmë jemi në Superligë, aty ku kemi vendin, atje ku qyteti e ka si të domosdoshme që t'jemi, dhe kaq. Presidenti i klubit të futbollit flamurtari Sinan Idrizi thotë se pritja e skuadrës nga tifozët ishte një emocion më vete. Idrizi është i vendosur tek rikthimi i thellësisë së fanellës së flamurtarit, sikundër shprehet. Jo, ishte më tepër se emocion dhe është pikërisht kjo, e kupton që është ajo që në Vlorë kërkohet prej kohësh. Është kërkohet prej kohës, do të kalojnë të klishen, tashmë që thonë gjithë flamurtari art, Brezi që ka bërë këtë me Barcelonën, që ka bërë këtë me Partizani Beogradit, e të tjera si këto. Pra, ne të paktën duhet që të rikthejmë në qytet atë që quhet thellësia e fanelës së flamurtarit. Kur i pata thënë në intervistë po prapë me ju që flamurtarin, unë personalisht e kam në zemër, nuk e mbaj në mëng, do të thosha pikërisht për këtë që ne kemi, na duan të ndërtojmë pikërisht këtë koncept, flamurtarit në zemër, jo të flamurtarit mercenar. Pas fitores në Vorë që ngjiti flamurtarin drejt Superligës, Sinan Idrizi ka patur një lumë mesazhesh dhe telefonata shurimi, por kush e uroi pari? Çudia më e madhe është që mesazhin e parë mora nga Bujar Leskaj. Nuk e di, çudi sepse unë kam qenë në një fakultet me Bujarin, kemi qenë të gjithë urithë, unë kam qenë urithë nën tokë, ka qenë urithë mbi tokë, sepse ai ka qenë naftës. Do më thënë, simpatitë i kam për Bujarin si individ, si vlonjat, pjesën tjetër pavarësisht se politikisht kemi shikime të ndryshme tashmë të botës. Pas Bujarit pastaj gjithë me radhë, që zoti Çuçi, zoti Vëngu, Ermal Derda si gjithmonë që më shkruante gjatë gjithë ndeshjes, vëlla 1-0 po e shikoj. Pra, të gjithë dje ndishnin. Domethënë këtë vërtet mua më pëlqeu për një gjë që në stadium pash dy tifozat të jashtëzakonshëm në flamurtarit që janë kandidat për deputet që gjirasin të uroj dhe të falenderoj Shtendi Ryseni dhe Klevis Kaso. Të dyshën stadium, pra dje ishin gjithë bashkë me qytetin. Nuk munguan as urimet e legjendave dhe ish futbollistëve të flamurtarit. Kreshnik Çipi, që nuk mungon kur. Që ju uroj, që nuk ishte. Patjetër ishin gjithë bashkë, ishte Qeremi, gjithë bashkë. Gjithë bashkë, gjithë. Sinan Idrizi mungoi në vizitën e përhershme në Kish me rastin e Pashkëve, por e diela ishte 2 fisha shënuar dhe fest për presidentin e vlonjatëve, klubin dhe qytetin e Vlorës. Dje realisht ka qenë nga ditë e ralla që unë s'kam shkuar pranë Komitetit Kristian Ortodoks për të bërë urimin e zakonshëm, bile më mirë kuptuan kur i thash që do të jem pranë ekipit. Ne kemi dalë shumë shpejt dje, kemi qenë pas ekipit, pranë ekipit më qartë, edhe po uruam telefon. Me fat Pashkët. Me fat Pashkët, shikoj, sigurisht por është histori ringjalljesh, e kupton? Këtë histori ringjalljesh është një temë që është pak më gotike, pak më rëndë që kështu ta lëm për një herë tjetër. Më kupton? Unë kam një version tjetër, sepse gjithë po më thoshin që gëzuar Pashkët dhe Krishti u ngjall, e kupton? U ngjall dhe flamurtari, po bashkë me këtu kam një verset kuranor që pas vështirësive vjen lehtësimi. Do të shpresojmë tashmë që vështirësitë i kemi kaluar dhe me lehtësim unë kuptoj një flamurtar që do të jetë dinjitos në çdo fushë ku ai do të garojë. Sinan Idrizi ka të qarta objektivat. Për Superligën do të ndërtoj një skuadër që të konkurojë denjësisht për të 2 kupat dhe një ekip që të rrisë cilësinë e elitës. Mblodha stafin, duke i thënë që nuk duhet më kurseni për asnjë gjë. Do thotë për asnjë gjë, flamurtari i këtij viti do të jetë një ekip që do të konkurojë për të 2 kupat njëkohësisht. Do të jetë një ekip që do të jetë një vlerë shtuare superiore, do të jetë një ekip që do të rrisë cilësinë, kualitetet, pra do të jetë një ekip që do të luftojë për çdo gjë. Pra, këtë kohë të humbur, 5 vjeçare dhe më tej, ne do ta rikuperojmë në mënyrë sa më të shpejtë mundshme. Pra, ky flamurtar që po hyn në superiore, do të hyj direkt për të marrë maksimumin e mundshëm çfarë mund të lejon kjo kategori. Pra, kur kam thënë që nuk do më kurseni për lojtar me kualitete që të janë të flamurtare, unë jam i gatshëm të bëj çdo lloj, jo sakrificë, por çdo lloj detyre ndaj tifozërisë vlonjate dhe ndaj qytetit Vlorës, pra një detyrë që i kemi prej kohës që e presim.
Por për të arritur tek suksesi, presidenti i klubit të futbollit flamurtari Sinani Drizi thekson se duhej mundim, sidomos në 4 ndeshjet e fundit. Megjithatë, ai ka falendëruar futbollistët, ish trajnerin Andrea Agostinelli, por edhe trajnerin aktual Artim Pollozhani për këtë sukses. Futbolli është një, kemi thënë, është një top i rremullak që mund të kalojnë disa papritura që mund të jenë fatale. Ne fatkeqësisht 4 ndeshjet e fundit e hapëm garën aty ku s'do ta hapnim. Pas Pogradecit kam idenë se në ekip ndryshuan shumë gjëra. Ndryshuan ekuilibrat psiqik, ndryshuan ekuilibrat fizik, ndryshuan ekuilibrat mental dhe gjithë derivatet çfarë janë pas psikikës. Ideja është kjo që unë nuk e kuptova këtë lloj ngurtësimi të ekipit, nuk e kuptova se realisht ndodhte. Okej, mund të ketë probleme të arsye psikologjike, siç më thoshin këta ekspertë të futbollit që ndodhin, por 4-5 ndeshje ishte shumë. Ishte shumë, po tani shiqur Zotit që ju ka qenë kjo një pjesë e një ëndre të keqe, u mbyll dhe kaq. Unë gjej rastin të falenderoj ekipin e Flamurtarit për gjithë ato ndeshje me dinjitet që ka bërë, gjithë ato sakrificë të madhe që kanë bërë të djemë tanë. Së pari duhet të falenderoj trajnerin Agostinelli, që ka bërë me vërtet një punë të lavdërueshme, të mrekullueshme, domethënë në gjithë drejtimet e tij, si një trajner më tepër se profesionist, dhe pastaj vazhdimsinë e tij që Moni Pollozhani, që është një familjes tonë tashmë në gjithë drejtimet. Pra e përsëris, koha e kritikave tashmë është cikli mbyllur, është një vit demarkacioni e para kësaj, tashmë jemi superiore dhe do të flasim për superiore.